Kryetari i Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA, Abdullah Eren, gjatë këtyre ditëve po qëndron në Maqedoninë e Veriut, ku në fokus do të jenë takimet miqësore me përfaqësuesi shtetëror, në kuadër të kremtimeve për 21 dhjetorin, ditën e arsimit turk në vend. Në kuadër të këtyre takimeve, Eren sot u prit në takim nga presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova, ku temat diskutimit ishin bashkëpunimi dypalësh mes vendeve mike, të orientuara drejt zhvillimit, frymës së mirëkuptimit të ndërsjellë dhe vizionit përbashkët për të ardhmen. Kryetari TIKA-s Abdullah Eren theksoi se shprehja e kënaqësisë nga ana e presidentes lidhur me aktivitetet dhe projektet e TIKA-s përbën një shenjë të besimit dhe afërsisë që Maqedonia e Veriut dhe populli i saj kanë ndaj Turqisë dhe popullit turk, gjë që sipas tij e bën këtë bashkëpunim edhe më domethënës. Gjithashtu përveç takimit me presidenten Siljanovska, kryetari TIKA-s Eren realizoi takime edhe me ministrin e kulturës të Maqedonisë Veriut Zoran Lutkov, ku gjatë këtij takimi u zhvillua një bisedë frymshme mbi ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të përbashkët, e cila buron nga e kaluara jone e përbashkët dhe ndryshon vizionin për të ardhmen e përbashkët. Ndërkaq sonte në organizimin e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Turqisë, TIKA-s, Matusitep dhe Shoqatës Kulturore Köprü, do të organizohet simpoziumi 11 ndërkombëtar të poezive për shkrimtarin e njohur shkupian Yahya Kemal Beyatlı.